Duke qenë se ju keni shkruar shumë gjatë dhe keni prononcuar për çështjet e integrimit evropian, një nga ekspertët më të njohur që ka vendi, si e shikoni integrimin evropian në këto faza ku jemi drejt finishit, si thot kryeministri ka premtuar vitin 2027 për ta përmbyllur negociatat 2030 për të antarësuar, apo nuk qëndron? Shiko, unë avantazhin për këtë temë e kam marrë nga fakti që edhe pse isha ministër, u përgjodha dhe shkova një vit në Universitetin e Harvardit dhe kisha si temë të vetme integrimin evropian të vendit Ballkanit Perëndimor. Sigurisht edhe nga detyra që kam pas kontakte sepse këta të gjithë harrojnë, por hapi parë drejt Bashkimit Evropian ishte marrëveshja stabilizim asociimit, e cila nisi dhe u firmos nga qeveria jonë me ardhjen e presidentit të Komisionit Evropian të nderuarit Romano Prodi në Shqipëri. Sigurisht që pasi nënshkruhet midis tyre, ka kohën që kalon në miratimin e shteteve anëtare dhe kjo kohë varet nga ata. Dhe fakti që ajo u miratua në vitin 2006, u nënshkrua, pra desh kohën e saj, siç duan tani negociatat, u harrua që ishte kontributi jonë. E para, e dyta, unë jam kundër gjithë atij investimit që bëhet sigur Europa, Bashkimi Evropian do të jetë, si do thuash, ajo rruga e artë në cilën ne do të ecim, dhe shqetësimi im kryesor si studios është se ne marrim historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pra ne dim që në vitet 80 Greqia u bë anëtare e Bashkimit Evropian, jo me kritere, jo kështu, por me faktin vizionar që ky vend do të ketë një perspektivë më të mirë që mos të mbetet pre e qeverisjes së gjeneralëve. Ju dini shumë mirë që dhe Portugalia dhe Spanja u futën me këtë koncept. Pra koncepti i kushteve, siç jemi ne sot, vin pas samitit në Selanik të 2003. Gjithë vendet tjera kanë kaluar pak këtë proces. Dhe në këtë aspekt, kur e shikon në këndvështrim afatgjat lind pyetja, a është Bashkimi Evropian një garant apo një mundësi? Jo, nuk është një garant. Sepse në krizën e 2008-s, të tre vendet, Greqia, Italia, Spanja dhe Irlanda, për Irlanda kishte krizën e hipotekare, jo krizën, rezultuan prapë vendet më dobta. Pra, 2008 me 1980 ishin goxha vite dhe politikanët, që ju e dini shumë mirë atë konceptin që janë kafshë politike, e përdorën bujarinë europiane për të mbijetuar ata vetë, jo për të nduar institucione. Kështu që në këtë aspekt, se çfarë do përfitojmë ne nga Bashkimi Evropian do përcaktohet nga ne. Dhe me qenë se kanë dështime, ju ndini edhe debatin që u bë me Rumaninë dhe Bullgarinë, që u nda në grup, një grup brenda Bashkimit Evropian që ishte më vizionar, tha t'i fusin brenda, një grup konservator ishte për checklist. Po pse fitoi grupi i parë? Sepse ishte një vizion geopolitik. Qofse Rumania dhe Bullgaria do mbeteshin akoma pa u futur në BE, investimet ruse në këto dy ekonomi do ishin aq të konsiderueshme sa ti nuk i shpërbëje dot. Bile u mbaj mend që në antarësimin në NATO, Bullgarisi është kërkuar të presh një kontratë shitje të një kompanie të prodhimit cigareve, pasi pronari i kësaj fabrike ishte oligark. Dhe ata u detyruan ta bënin sepse ishte kushtëzim për NATO-n. Çfarë është e mira e integrimit? Është fakti që ne tani ndodhemi në mes të dy institucioneve, pavarësisht nga debatet që kanë ato me njëra tjetrën, pavarësisht që krizat kanë ato me njëra tjetrën, por tashmë ti nuk i këndot ku do ti. Ti ke një rrugë dhe do të shësh atje. Nëse nuk do të shësh atje, nuk do futesh në BE. Nëse futesh në BE dhe nuk zbaton parimet e BE-s, nuk do kesh akses te fondet e saj. Prandaj un kam theksuar që dorëheqja e Ramës apo këmbgulja e tij për mos dhënë dorëheqje për sfidat e vështira të vendit ton është në mënyrë metaforike do të jetë një urë shëmbur drejt integrimit evropian, ku Shqipëria do ketë pengesa, vonesa edhe cënim të cilësisë së integrimit.